Syri i Kaltër ka regjistruar flukse të larta turistike ende pa ardhur muaj korrik, që sot është në ditët e tij të para. Statistikat thonë se mesatarisht numri ditor i atyre që vizitojnë atë pas investimit më të fundit, i cili i dha statusin park kombëtar natyror, shkon në 5.000 persona. E megjithatë, kjo qendër e madhe turistike vazhdon të lihet pa qendër shëndetësore verore. Kjo mungesë e paplotësuar për Nikolin Koten, mjekun pasionant të urgjencës në spitalin e Delvinës, është e pakuptueshme. Ai thotë se prej 3 vitesh së bashku me Bashkinë e Finiqit përsërisin kërkesën që atje të ngrihet dhe të funksionojë një qendër verore, pavarësisht se është qendër e vizitueshme dhe jo destinacion pushimesh. Në dëshpërim të plot, mjeku thotë se ai shkon atje për të shpëtuar jetë dhe jo për të shpallur vdekjen në rastin e një arresti kardiak të mundshëm nga temperaturat e larta. Pasi ambulancës së Delvinës i duhen minimalisht 23 minuta për të shkuar atje dhe të japë ndihmën e parë. Është Syri i Kaltër, atje ka 5.000 vizitorë çdo ditë. Edhe këtë vit, pavarësisht kërkesave që kemi bërë pafund në ministri, si dhe edhe Bashkia e Finiqit, përsëri nuk u ngrit një qendër shëndetësore verore. Mua më duhen, duke u nisur që nga Spitali i Delvinës, duhen të paktën 23 minuta për të shkuar në Syrin e Kaltër. Nëse një pacienti duhen 6 minuta për të mbijetuar dhe të ketë shansin për të mbijetuar, unë nuk e arri dot për ta shpëtuar në një arrest kardiak. Pra për 10 minuta i bie çdo minutë shansi mbijetesës ulet me 10%. Nëse shkojmë për 20 minuta është jo 100%, po 200% i vdekur një pacient. Mua po nuk do shkoj atje të shpall pacientin të vdekur, sepse unë jam doktor. Unë do të bëj të pamundurën për të shpëtuar jetën e një njeriu. Unë do ta rikthej një jetë atë. Dihet që ata që e vizitojnë Syrin e Kaltër janë shqiptarë dhe të huaj dhe jeta e secilit duhet mbrojtur, shprehet me shqetësim mjeku. Kjo sipas tij është mungesë organizimi e shtetit që nuk është normale. Sa herë që shkojmë dhe ja u themi në telefon ankesën, kemi bërë me letra, ju e keni bërë të pamundurën thonë, por të do ta marrim parasysh si ankesë. Po në të vërtetë çfarë bëhet? Po hy në vitin e 3 që kam erdhur në Delvinë dhe nuk është bërë asnjë mas. Atje ka dhe pacient huaj dhe po nuk duhet ta themi të diferencojmë të huaj apo shqiptar. Jeta është e njëjtë për çdo gjë. Të ndodh diçka që ambasadat ta ankohen, sepse ambasadat kanë vërtet fuqi. Por pse duhet të shkoj puna deri atje? Sepse ne kemi misionin të shpëtojmë jetë, jo të vëmë të shpallim ndika të vdekur. Syri i Kaltër ka nevojë një qendër shëndetësore verore, siç kanë të gjitha pikat e tjera bregetare apo turistike në vendin tonë. Ndërkaq, doktori Kote thotë se urgjenca e Delvinës është e përgatitur për të pritur raste të shtuara në masë si në gastroenterite, ashtu edhe në infarkte. Ai tregon se dhe infarktet munden t'i menaxhojnë me kompetencë profesionale, duke sjellë rikthime të pacientëve në jetë. Dhe këtu ai shpreh dëshpërim që ndërsa aparaturat janë siguruar dhe burimet njerëzore gjithashtu janë, ndërkohë që disa medikamente mungojnë. Presim që të kemi si çdo vit gastroenteroza në shtim, në masë. Ato kanë filluar tashmë këtu, por jo në një numër shpërthyes, kështu që bie që jemi akoma duke i pritur ato të ketë shpërthimin në korrik ose në gusht. Gjithashtu dhe infarktet janë shumë të shtuara në këtë kohë. Për shkak të shokut që pësojnë pacientët nga insuficienca kardiake, nga nxehtësia e madhe, pësojnë shok. Arrestin kardiak ne menaxhojmë shumë mirë, ne kemi patur raste edhe me rikthime. Ne kemi qenë për shembull në një fshat që quhet Vllahat këtu, diku tek muaji mars. Kemi shkuar me ambulancën tonë brenda 3 minutash, ai pacienti ishte në arrest kardiak. Ne kemi rikthyer atje me defibrilator, me medikamentet e nevojshme që në atë moment i kishim. E kam intubuar që në fshat, kemi patur dhe raste të tjera me rikthime kardiake. Kështu që nuk është problem fakti që mund të kemi një arrest kardiak. Problemi është të kemi e ato medikamente që na mungojnë. Spitali Ismet Shushi i Delvinës ka një repart urgjence që operon me qasje dhe organizim perëndimor fal eksperiencave dhe kualifikimeve të mjekut Nikolin Kote jashtë vendit. Por ashtu si Syri i Kaltër, edhe ky institucion shëndetësor me staf të përkushtuar ka nevojë të fuqizohet me një ambulancë të përshtatshme për në terrenet malore, por edhe investime që u japin fund mungesave në infrastrukturën spitalore.